Policia ka shpadur në kërkim një tjetër person në lidhje me vrasjen e çiftit të bashkëshortëve, Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, mesditën e së dielës në fshatin Ballbret të Lezhës. Ndërkohë, është arritur të gjendet edhe automjeti i përdorur nga autorët, si dhe sende të tjera të vlefshme për hetimin. Sipas policisë, në vijim të veprimeve intensive hetimore dhe operacionale që janë kryer dhe vijojnë të kryhen nga grupi i posaçëm hetimor për sigurimin e provave dhe dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes, mesditën e kësaj të martën në fshatin Torovic në banesën e shtetasit Besnik Koldreu, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar automjetin tip Volkswagen Polo pa targa të përdorur nga autorët. Gjatë kontrollit në brendësitë e automjetit, grupi i hetimor gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 2 gëzhoja model 56. Nga këqyrja, rezultoi se automjeti kishte të thyer xhamin e pasëm dhe 3 këndçat anësor të dyerve. Gjithashtu në oborrin e banesës u gjet një automjet identik me të parin në pronësi të shtetasit Besnik Koldreu, por me targa, si dhe veshjet e përdorura nga autorët në momentin e kryerjes së krimit. Nga veprimet hetimore rezultoi se shtetasi Florin Mhillaj ka marrë automjetin tip Volkswagen Polo, të cilin motra e tij e kishte marrë me qera në Rinas, i ka hequr targat dhe në bashkëpunim me njërin nga 2 shtetasit e shpallur në kërkim, e kanë përdorur për t'i prerë rrugon dhe për të qelluar në drejtim të automjetit me të cilën lëvizte çifti Mujeci. Pas krimit, ai e ka çuar automjetin në banesën e shtetasit Besnik Koldreu dhe e ka fshehur duke mbuluar me bar, me qëllim humbjen e gjurmëve, duke pretenduar se kishte një automjet identik dhe të rregullt. Në vijim të veprimeve, u shpall në kërkim shtetasi Besnik Koldreu, 22 vjeç, banues të fshatin Torovic, për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera e cilësuese dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjithashtu u referuan materialet në prokurori për baban e 22 vjeçarit, shtetasin me inicialet në K, 79 vjeç, banues në fshatin Torovic, për vepron penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ndërkohë, shërbimet e policisë vijojnë kërkimet në terren për lokalizimin dhe kapjen e autorëve, si dhe të shtetasit të shpadur në kërkim mesditën e sotme.